Dhe të çdo moçalishteje rreth saj, se janë krijuar dhe këto moçalishte të reja, që të re kanë vetëm moshën e bufit vogël aty. Dhe duhet, si qytetarët na bashkohet në 11 maj, njësoj si që bashkuan shumë njerëz si qytetarë me PD-n në vitin 1992, sepse më shumë se sa më pëlqen PD-ja, së më pëlqen PD-ja, vendimtar në atë moment ishte fakti se ishte koha e dur, vendi i dur për të ndarë një e mirë nga një epokë dhe për të hapur një epokë të re, dhe PD-ja ishte e vetë një zgjedhje e dur. Po njësoj është sot Partia Socialiste. E vetë një zgjedhje e dur, në vendin e dur, në kohën e dur, për të vazhduar punën ditë natë dhe mbyllur negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian. Kështu ata që do të dëgjojnë të apel, nuk do bëhen antarë të PS-s, as do vendosin të ndrojnë emrin në testrën e partisë. Ta mbajnë, madje, ta mbajnë testrën e partisë, po ta thajnë kënetën që të shpëtojnë dhe partinë e tyre. Dhe t'i japin shtys vendit, por më rëndësishme të ndihmojnë që Shqipëria t'i japi një mesazh për te i kufive partijak të gjitha vendet të BE-s. Ne, populli shqiptar, pa dallim bindjesh partijake, e duam Shqipërinë sa më parë në familjen e Bashkuar Evropiane. Tani ke dëgjuar bufin ju kur flet se për hir të vërtetës unë nuk e ndjek, po më vinë këto të meme me ato zëra. Edhe më thonë që i fiket lampa çdo ditë, ka i fiket lampe dhe ikën. Kishte thënë për shembull që taksat i vjedhin qytetarët. Natyrisht është lampa që fiket, nuk është se ai vërtet e mendon këtë. Po keni dëgjuar që thonë tani që nuk është prioritet hyrja në Bashkimin Evropian. Prioritet është Shqipëria madhështore. Po kur thonë të shkrim spakun në 12 maj, keni dëgjuar? Po kur flasin për Amerikën edhe për presidentin Amerikan, si kur e ka një komshi që hynë e dalin për salë Skosi, e keni dëgjuar? Edhe për të krijuar idenë që vërtet hynë e dalin për salë Skosi, në shpinë e bardhë, sa në Kënet, sa në shpinë e bardhë, sa në shpinë e bardhë, sa në Kënet, kanë paguar me të gjithë puplat e kokës edhe të trupit bufit edhe një këshilltar, që e quajnë dhe magjistari, dhe përpiqen t'i trullosin këtë mundën. Erdhi sherifi, erdhi Latifi. Bufi e di, këtë ju siguroj unë që e di më mirë se unë, më mirë se ju, më mirë se të gjithë, që vetëm një magji mund t'a shpëtoj nga disfata. Dhe disfatën në 11 maj do e ketë më të madhen që nga 97. Magjia do t'i ndodhi. Problemi është do t'i ndodhi sprafthi. Edhe pastaj hajde dëgjoj kur dalin thonë na kanë bërë magji, na i morën, i kishim aty në kuti, na i vodhën. Po tani harrojni gjitha, zëreni se nuk janë ata që janë. Tani si mundet, seriozisht, se kam me ju, e kam me ata që duhet atë gjojnë të, si mundet që një njeri normal, shqiptar, dhe shqiptarëve në përgjithësi si aha qeni Shkopi, që ka minimumin e respektit për veten e vetë, pra që pranon të mbylli syt, pranon të mbylli veshët, pranon dhe ta talli qik veten se hajtë mos jemi bashkë, po talli me qik, po sidoqoftë deri këtu.
si mund ta marrë seriozisht dhe t'i japi votën një force politike që e quan veten aleanca madhështore. Unë jam shumë i habitur, vërtet, të ulesh, të mendosh, si të quajmë, si çajmi do i vëmë kësaj? Madhështore. Ne jemi madhështorë, do ta bëjmë Shqipërinë madhështore. Dhe pastaj, slogani thot për Peqinin madhështor, për Mamurasin madhështor, për Shkodrën, Vlorën madhështore, për Shqipërinë madhështore. Domthon këtë lloj fushate dhe këtë lloj slogani e prodhon vetëm një çmendin. Vetëm një çmendin. Aty ku njëri thot jam Napoleon Bonaparte, tjetri thot jam Gjon Kastrioti, vetëm aty. Si mund dalë tash njeriu nga shtëpia, imagjinoni ditë e diel, çohet njeriu, zgjohet, vishet, burra me burra dhe kam, ose grad nuk kam për të shkuar atje, unë e di. Grad nuk kam për të shkuar atje, po do ta shikojmë rrugës, po me burra. Rruhet, qethet, rregullohet, vishet, shkon atje, edhe hedh votën në një kënet kaq madhështore. Edhe kthehet krenar dhe thot sot mbaroj u mbyll epoka e të vinë Kristaq Ramës. Si ka mundësi? A i ka vërtet Shqipëria ka shumë budallëj, mendoni ju? Sinqerisht. A ka shumë budallëj Shqipëri që ta bëjnë gjithë këtë? Se që ka në krye të këtyre një tuf delirantësh që mendojnë që janë madhështorë dhe që do bëjnë madhështinë gjithandej, këta e morën vesh, po janë kaq shumë budallëk që do të shkojnë mbrapa, ky do jetë kurioziteti më i madh i 11 bank. Megjithatë, kjo është rruga e tyre, është rruga e fatit të tyre, e kanë zgjedhur vetë, ti shkojnë deri në fund, ne nuk i pengojmë, si gjithmonë, premtime, përbetime, madhështore, deri ditën e zgjedhjeve. Pastaj do dëgjojmë thirrjet madhështore në darkë, fituam, ik, largohu, fituam. Do dalin dhe ca makina madhështore me ca flamuj, edhe do t'i bien ca burive madhështore, dhe pastaj fillojnë klithmat madhështore për vjedhjen madhështore të një fitore madhështore deri në zgjedhjet e tjera. Ne kemi rrugën tonë, s'ka lidhje me këta fare, e cila këtë herë është shumë e veçantë sepse nuk është rruga e një fitore e thjesht aritmetike për partinë tonë, por është rruga për një fitore gjeopolitike për Shqipërinë tonë. Prandaj, në 11 maj, të gjitha ju, drejtuesit dhe koordinatorët e Partisë Socialiste, sbashku me të gjitha gratë e vajzat kryetare të Organizatës Socialiste, sbashku me të gjitha anëtarët e familjes tonë, duhet të shkoni dermder dhe të mos lini shoqe, mos lini fqinje, mos lini kunat, se kunatat janë më të rëndësishme dhe më të rrezikshme. Mos lini të njohur, mos lini nën e vajz pa i thënë që nuk ka asgjë madhështore askund. Ka vetëm një gjë kombëtare, patriotike, qytetare për të bërë, për t'i dhënë një shtys negociatave për të mbyllur procesin. Dhe kjo lidhet me të gjithë votuesit shqiptar. Siç lidhet me çdo votues, edhe nevoja që të jetë qytetar i barabartë i Bashkimit Evropian. Prandaj, mos harroni dhe diçka tjetër, që këto zgjedhje janë zgjedhjet më të rëndësishme për votuesit e parë. Votuesit e parë janë një kategori në vete. Ju e dini shumë mirë se shumica juaj ka edhe çunat, gocat është më okej, po çunat votues të parë, por është shumë e rëndësishme që të
të gjithëve tu tregohet, tu flitet nënave të tyre dhe tu thuhet çfarë rëndësie, çfarë vlere konkrete ka hyrja e Shqipërisë në Bashkimin Evropian për familjen e tyre, po sidomos për fëmijët e tyre. Tu tregoni që ajo zbritja në aeroport apo në përport, në Itali, në Greqi, hyrja në çdo pikë në Bashkimin Evropian, ku ka 35 vjet që sa zbresim atje na tregojnë me gisht ton dilit që ka dhe. 35 vjet. Edhe na fusin në një radhë si delet, ndërkohë që italiane, greke, ku di unë, hikin, avullojnë. Edhe fillon një histori kontrolli, ku po shkon, qa do bësh, kush s'ka ftuar, a ke lek, as ke lek, sa lek ke, a je sigur që i ke, po se mos ke më shumë, po a ke hotel, e pastaj, kur do kthehesh, kur do ikë? Keni dëgjuar në njerë, të prisni njëri ke dera të kur do ikësh? Kjo mund të marrë i fund. Kjo mund të marrë i fund dhe fundi i kësaj fillon në 11 maj. Ashtu si kundër, tu tregoni dhe të shpjegoni se dëgjoj që thonë për çfarë duhet ne pasaporta. Ne kemi pasaportën, ne s'kemi viza. Viza ne s'kemi për të lëviz. Po ama ne nuk kemi të drejtë të ndalojmë. Ne jemi hik, edhe kur do ikësh? Ndalo, kur do kthehesh? Kështu që prandaj ne duhet investojmë votën në 11 maj që çdo shqiptar dhe çdo shqiptare të ketë atë pasaportën e Bashkimit Evropian dhe në momentin që aty tek pasaporta jonë shkruhet e Bashkimi Evropian krahas Republikës Shqipërisë, ne jo vetëm që nuk kemi më ato korridoret e veçanta dhe hym e dalim në çdo kufi të BE-s, po kemi dhe liri të ndalojmë në çdo vend të BE-s ku të duam. Me pasaportën, me këtë pasaport, Shqipëria bëhet sa BE-ja. Dhe BE-ja bëhet sa Shqipëria, faktikisht, sepse nuk ka më asnjë pengesë, asnjë kufi, asnjë dallim, njësoj si të nisesh nga Shkodra të shkosh në Korçë, që asnjëri nuk thot ku po shkon, as kur do kthehesh, mund të nisesh nga Tirana të shkosh në Lisbon, mund të shkosh në Varshavë, mund të shkosh në Paris, mund të shkosh në Berlin, mund të shkosh në Stockholm, është e njëjta gjë komplet. Dhe për fëmijët që janë sot 14, 13, 12, 11, 10 edhe më poshtë, dhe që nesër prindit duan t'i çojnë të studiojnë në Bashkimin Evropian, vajzat e djemtë e Shqipërisë mund të studiojnë çdo universitet njësoj me po ato kushte, me ato tarifa si studentë e Bashkimit Evropian dhe jo më si studentë të huaj. Me tarifa tjera, me kuota, kur do kthehesh, sa do rish e kështu me radhë. Por edhe për punën, me atë pasaport, çdo shqiptar mund të shkojë dhe të tentojë të punojë ku të dojë, në çdo vend, me të njëjtat të drejta dhe të përfitojë të njëjtat sigurime shoqërore dhe shëndetësore të atij shteti ku punësohet në Bashkimin Evropian. Po ashtu edhe hyrja dalja në shumë vende që s'janë në BE na lehtësohet me atë pasaport. Ndërkohë që ndryshon komplet qasja ndaj institucioneve të ligjit dhe të gjitha të drejtat përpara atyre institucioneve janë të garantuar njësoj si drejtat e çdo qytetari tjetër. Sa herë na ndodh ne që një qytetar shqiptar ka një hall me institucionet atje dhe nuk e zgjidh dot, jo ambasada, jo shteti, jo portalet, ndërkohë që kur ke atë pasaport, ato institucione janë të tuat. Të gjithë emigrantët sot në Greqi kanë problemin e pensionit. Ne kemi filluar të negociojmë me Greqinë. Mezi e mbyllëm me Italinë, burokracia italiane pa fund, kaloi këtu e kaloi aty, dje është vënë dhe firma e fundit, me sa jam informuar, por
u them emigrantëve, nëse ne në 11 maj marrim një mandat shumë fort dhe mbyllim negociatat në 2027 dhe Shqipëria bëhet antare e Bashkimit Evropian, pensionet e të gjithë atyre që jetojnë në BE shqiptarëve njihen automatikisht. Nuk ka më nevojë për dhe madje ti nuk ke nevojë të marrësh pasaportën italiane apo greke që të konkurosh si qytetar i BE-s në zgjedhjet vendore atje. Do të bëhesh kryetar komune, kryetar bashkie, do të bëhesh antar e këshillit, nuk ke nevojë për pasaportën italiane apo greke. Mjafton ajo shqiptarja me Bashkimin Evropian. Po kështu, me atë mund të konkurosh për të shkuar në Parlamentin Evropian. I vetmi nivel që duhet pasaporta atij vendi është kur do të bëhesh deputet në atë vend. Ndërsa Shqipëria do të ketë përfaqësuesit e vet në Parlamentin Evropian. Do të ketë përfaqësuesin e vet në qeverinë, në Komisionin Evropian. Prandaj duhet çuar mesazhe shumë fort dhe duhet çuar në zemrën e çdo vajze, duhet çuar në mendjen e çdo gruaje shumë qartë për t'ju dhënë pasaportën e BE-s brenda kësaj dekade. Na duhet thjesht mandati i 4, por na duhet një mandat i 4 jo aritmetikisht, por i mandati i 4 më i fortë se 3 mandate deri sotme. Prandaj kush e do atë pasaport duhet votoj Partinë Socialiste, duhet votoj numrin 5. Dhe ky është ylli jonë në BE. E kemi në dorë. Edhe për demokratët është më e thjeshtë se dora i bie të jetë blu, se blu është flamuri i BE-s. Kështu që këtë yllin që na ka ardhur në dorë, ne nuk duhet ta lëshojmë. Po duhet ta mbajmë fort në dorë dhe duhet ta çojmë dhe ta vendosim në qellin e Bashkimit Evropian. Tani ka disa që duhet thonë, po ç'na duhet ne pasaporta e BE-s, ç'na duhen gjithë ato, ne do rrim në Shqipëri. Çfarë do na duhet në BE? Ne do rrim në Shqipëri se edhe këta kneta thonë, ne na duhet Shqipëria. Tani për Shqipërinë duhet i thoni që ne nuk duam ta ndarsohemi në BE dhe s'duam ta ndarësojmë Shqipërinë në BE që Shqipëria të iki në ndonjë vend tjetër. Ne duam që ta sillim BE-n këtu. Që Shqipëria të jetë pjesë e BE-s. Duke u bërë pjesë e kësaj familje, atëherë ne kemi një Shqipëri më të sigurt, kemi një Shqipëri më të drejtë, kemi dhe një Shqipëri më të mirëqënë. Pse? Më të sigurt, sepse në kohët që po vinë, për botën, ne shohim që do jenë shumë sfiduese. Do jenë shumë sfiduese situatat. Dhe prandaj BE-ja po shtrëngon gjithë radhët dhe po synon edhe të zgjerohet për të rritur kapacitetet mbrojtëse, duke krijuar bazën tani për një mbrojtje europiane që të operojë edhe pavarësisht nga NATO. Pra është çështje sigurie dhe për herë të parë, qysh ka 1983, kur bëhet anketa për mbështetjen e popujve të BE-s për BE-n, për herë të parë sot mbështetja e popujt të BE-s për BE-n është më e larta se çka qenë qysh nga 1983, sepse të përgëdhelur nga shumë të mira, s'kishim parë në as luftë, i dukej lufta që është dokumentar, bardhëzi, filluan ta kuptojnë dhe tani po e shohin që kjo BE-ja nuk është një shtëpi nga e cila duhet hikim, siç hikën britanikët dhe s'po din ku kanë kokën akoma. Kjo BE-ja është shtëpia ku duhet të jemi të gjithë bashku. Dhe për ne, shqiptarët, kjo është dhe më shumë se kaq. Skënderbeu, kur ishte Skënderbeu që i vuri barikad perandorisë, s'kishte BE. Por ama i vuri gjoksin dhe mbrojti Europën. Kur Ismail Qemali ngriti flamurin, s'kishte BE, por ama syt ishin nga Europa.
kur rilindasit vendosën alfabetin dhe i dhanë frym rilindjes kombëtare, s'kishte bëhe. Po na infrashri tha, djeli për ne linda ndej nga Perëndon. Ky është një amanet shumë i vjetër, nuk është një histori kaq mohabet portalesh edhe socialesh. Ndërkohë që për drejtësinë ne na duhet bëja patjetër. Si mund të rrim ne, si mund t'i lini ju nënat e këtij vendi fëmijët në mëshirën e kujt do vinë qeveri, jo e shkriva spakun, jo e vura spakun, jo e pranova, jo se pranova drejtësinë e pavarur, jo ja dhanë shpatën, jo ja morën shpatën. Ne morëm një vendim historik dhe hodhëm një hap historik si Partia Socialiste. Dorëzuam tek drejtësia shpatën e ndëshkimit që rrinte te zyra e kryeministrit që nga 1912, që nga 1912. Nuk ka pas në Shqipëri ndonjëherë prokuror të pavarur e gjykatës pavarur që të thrasin në pyetje, që të hetojnë apo që të dënojnë figura të lidhura me pushtetin politik. Keni parë ndonjë? Po, ka pas. Ka pas mbret, ka pas diktator, ka pas edhe një president, sot është i transformuar në buf kënete, që kanë goditur kundërshtarët politik. Nuk është rasti që Shqipëria, burgosurin e fundit politike, ka pasur në periudhën pas shëmbjes diktaturës. Fatos Nano, po. Sepse shpata e drejtësisë ishte në dorën e të parit qeverisë. Ne e dorëzuam shpatën. Por, që ta garantojmë që ajo shpatë nuk kthehet më kurrë në duart e pushtetit politik, duhet të hyjmë urgjentisht në Bashkimin Evropian. Se vetëm aty nuk të lënë. Në Bashkimin Evropian, njerëzve të vendi duhet për lirinë e tyre individuale që mos ta bërin diskutim asnjëri. Kjo nuk është çështje e Edit e tjetër. Kjo është çështje e institucioneve, të cilat ne nuk i kemi akoma aq të forta. Atje në BE ndryshon. Kjo është çështje e barazisë para ligjit që BE-ja e garanton. Dhe është çështje mirëqenie, sepse imagjinojeni, gjatë kësaj periudhe 10 vjeçare, ne kemi pasur diçka më shumë se 1 miliard euro mbështetje nga BE-ja. 90% kredi. Kredi të buta apo kredi. Në momentin që ne hymë në BE, kemi diçka më shumë se 1 miliard çdo vit, 90% grant. Në gjithë këto vite për bujqësinë, ne kemi marrë nga BE-ja shumë më pak se 200 milion euro. 300 milion euro në vit i marrim sa bëjmë ata të BE-s. Të gjitha këto janë absolutisht të thjeshta, të kuptueshme dhe të mjaftueshme që njerëzit mos hynë në për dilema absurde, a me BE-n, a me kënetën. A me BE-n, a me kënetën. Se kaq e qartë është kjo zgjedhje. Dhe duke ju afruar fundit, dua t'ju them, të dashur amiket shtrenjta, dhe duke falendëruar dhe për durimin, se ne kemi shumë arsye për të qenë krenar, për se si i kemi kthyer në punë edhe në rezultate shumë të mëdha për Shqipërinë, mandate dhe një pasqyrshme. Se si e kemi ulur borxhin publik më pak se 55% kur e gjetëm thuajse 80% dhe kur kaluam dhe përmes një tërmeti i pandemie që na u desh ta rrisim për të financuar gjithë ato operacione. Se si të ardhuar për frymi kemi trefishuar nga 3.324 euro në 10.342 euro. Dhe të paktën 15.000 euro do t'i bëjmë në Shqipërinë 2030. Se si kredit e këqija i kemi ulur nga niveli i frikshëm, i rrezikshëm, për gjithë sistemin ton financiar, se vetëm atë gjë ditë bëj bufi kënetës, të rrëzoj sistemin financiar 25% në më pak se 5% sot që është normale. Se si pagën mesatare në sektorin publik nga 372 euro, sot e kemi ngritur në 1.000 euro. Dhe sot, mësuesit e Shqipërisë
e kanë pagën mesatare 950 euro. Shumë më tepër se 1.000 euro e kanë mjekët dhe diçka tek 800 euro e kanë infermierët. Ndërkohë, paga e përgjithshme mesatare, pra kombinuar, ishte 322 euro. Sot është 830 euro. Ndërkohë që në Shqipëri në 2030, pagën e kombinuar mesatare do ta kemi pa diskutim 1.000 euro. Minimumi. Dhe ajo xhevairi i kurorës është prodhimi i përgjithshëm kombëtar i Shqipërisë. Prodhimi i përgjithshëm bruto ishte më pak se 10 miliard, në 2024 në mbyllëm me thuajse 25 miliard. Pra, pa u zgjatur shumë, arsyet e krenarisë për punën dhe rezultatet e mëdha që kemi arritur me 3 mandate që na kanë dhënë shqiptarët janë shumë. Por, unë dua t'ju falenderoj dhe t'ju përqafoj dhe t'ju përcjell për sot me arsyen e arsyeve, sipas meje. Arsye për cilën unë mendoj që ne, socialistët dhe progresistët shqiptar, kemi të gjithë të drejtën për të parë në sy çdo shqiptar kur i kërkojmë votën për mandatin e 4. Ajo është ngritja e dinjitetit Shqipërisë në këmbë. Ngritja e dinjitetit Shqipërisë nga një zhgaravin në një linjë të drejtë në sytë të huajve. Dhe fakti që ne i dham marrëdhënieve tona ndërkombëtare një shije që nuk e ka pasur kurrë nëna Shqipëri. Shijen e respektit të munguar gjithmonë. Sot Shqipëria respektohet, vlerësohet dhe dëgjohet si asnjëherë më parë. Dhe pa diskutim, në këtë arsyeve, unë besoj që ato të cilat e kuptojnë më mirë se çfarë po them, janë pikërisht gratë dhe vajzat. Sepse përpjekjet e grave dhe vajzave, gjatë gjithë këtyre viteve shtetbërje demokratike, lufta për të qenë të palënduara në dignitetin njerëzor, dhe për ta shijuar respektin reciprok si një kusht themelor të bashkëjetesës shoqërore, janë simetrike, janë si 2 pika ujë me përpjekjen e Shqipërisë së këtyre viteve për të ndryshuar cilësisht bashkëjetesën e saj ndërshtetërore. Shqipëria në raport me të huajt, në gjithë ato vite, ka vuajtur eksaktësisht atë që keni vuajtur shumë nga ju në raport me botën hajvane mashkullore shqiptare. Dhe po ashtu, unë besoj për këtë arsye që sapo përshkruava, shqiptarët e Europës janë të dytët pas grave dhe vajzave në Shqipëri dhe në Europë, që e kanë pasur hallë në vete vendosjen e dignitetit dhe të ndjerit të barabarta në një shoqëri kaq mashkullore, që sot ata nuk i shmangen më pyetjes nga je dhe nuk e ulin më kokën kur flitet për Shqipërinë, sepse Shqipëria që nuk e merrte askush seriozisht, sot i bën krenar që të gjithë. Prandaj, për këtë që thash, dhe për ato që thash më parë dhe për të tjera që koha s'ma lejoi t'i them, unë dua që bashkë me ju, në 11 maj, ne të kemi një objektiv brenda objektivit,
të marrin mbështetjen më të madhe ndonjëherë nga gratë dhe vajzat e Shqipërisë. Këtu në Shqipëri, jashtë Shqipërisë, sepse ju e dini prej kohësh, mbase e thash një moment dhe sot, po kush ka me vete gratë dhe vajzat, ka me vete energjinë më të mirë, më pozitive, më të shëndetshme të shoqërisë. Dhe lajmi i mirë është, pavarësisht problematikave të botës mashkullore, lajmi i mirë është që burrat dhe djemtë e mençur shqiptare dinë shumë mirë të gjithashtu. Kështu që me 60% të grave dhe vajzave shqiptare dhe me 45% të burrave dhe djemve, se tjerët nuk i kemi mirë për momentin, ne bëjmë shumicën e fortë që i duhet Shqipërisë 2030. Dhe nëse sot mund t'i japim një kuptim duke aktualizuar atë ëndrrën vizionare të rilindasve për Shqipërinë zonjë, Shqipëria bëhet zonjë vetëm kur bëhet zonjë antare e Bashkimit Evropian. Dhe kështu ne çojmë në vend amanetin, të cilin të gjitha zemrat e pastra dhe të gjitha mendjet e ndryshuara të vendi e kanë përcjell brez pas brezi, dhe siç u thash, fati e ka dashur, fat shumë i madh që ne të qëllojmë këtu në këtë kohë, në këtë vend dhe të jemi ne ata të cilëve fati na e ka vënë në dorë yllin që na takon ne ta ngjisim në majën e Bashkimit Evropian. Ju falenderoj shumë, me shumë keqardhje për ndërprerje teknike, me bindjen e plot që ai ishte momenti që syri keq na mori të keqen dhe plasi, dhe me premtimin që këto 12 takime të njëkohshme me kryetaret, me drejtuesit, me koordinatorët e Partisë Socialiste, me forcat komando të Partisë Socialiste, do t'i bëjmë në të 12 qarqet me të gjitha gratë anëtarë të Partisë Socialiste dhe do të ndezim zjarrin më të madh femëror në historinë e zgjedhjeve dhe do t'jenë gratë dhe vajzat që do t'a prezantojnë bufin me noc rrokun. Unë ju përshëndes edhe ju përqafoj.